Je viktima më parëndësishme e lubis dhe më e merituara në një kohë kur syt e shqiptarëve drejtoshin drejt asaj, sikur t'ishte korbe e zezë, në fakt aty afër është, ti na vije si nuse këtu. E veshur me të bardha, me të gjitha aksesoret, po pse ta kujton ti se Barhan te Lubia? Ndaj dhe se ke nga Sali Berisha, jo, e ke nga vetja jote, se jo që se mbroje, po për kudrazi, gëzoheshe se tani do bëheshe ti zë vetës kryeministre. Nuk ta priste menja se i të këtë tjetra, klonin Lubis. Ja ku e ke klonin, e ti ke probleme të mëdha në shkenca. Kjo është kloni, ndaj dhe nuk e ke nga Sali Berisha atë. Se për Sali Berishën, Edi Rama të lartëson të një lloj si këte, që të lartësoj këte klonin e Lubis, po e ke nga vetja jote, se more përpjet ti, këta një iku Lubia, the ja, edhe të gjithë ta shifri, unë do jem Lubia ju thoshte kjo. Edhe këta, të dhanë atë që meritove. Zonja Spiropali për replik. Si shte replike është e procedur? Një minutë, të lutem. Zoti Berisha, ju lutem të gjoni, ka mundësi të gjoni? Zoti Berisha e mori fjallën për procedurë dhe ishte regjistruar procedurë dhe kishte 3 minuta fjallën. Fjalla ishte 3 minuta për Zotin Berisha. Okej, Zonja Spiropali, replik. I nderuar kryetar, replika ishte me deputetin Belind Këlliçi dhe jo me deputetin Sali Berisha që nuk lë radh këtu për t'ju marrë fjalën deputetëve të tij. Ishte për Belind Këlliçin, kështu që unë tani replikën e kam me Sali Berishën dhe nuk e dia, po sigurisht shkakton një lloj emocioni caktuar që do kthehem të bëj replika me Sali Berishën. Të gjithë e kanë nga vetja, Sali. Asi nuk e ka nga të tjerët, të gjithë nga vetja e kanë. Unë nga vetja, ti nga vetja, të gjithë nga vetja. Dhe për veten vetëm mbajmë përgjegjësi mbi këtë dhe. Kështu që ta bëjmë analizën, të shohim se ku jemi e ku ishim dhe të shohim edhe për të ardhmen. Por nëse ti bën analizën e vetës të tjerëve, që sigurisht ti s'ke asnjë përgjegjësi se ti nuk lëviz dot më një gur, jo të lëvizësh njerëz nga qeveria apo vetë qeverin, por vetja është ajo që na sjell ku jemi dhe vetëm për veten mbajmë përgjegjësi. Për të tjerat mbajnë përgjegjësi ata që i bëjnë. Faleminderit. Faleminderit. Jo s'ka replik, mi replik Zoti Berisha. Zonja Vokshi. Zonja Albana Vokshi, për procedurë keni të kuar fjallën. Po pra merrni fjallën. E ka doktori për procedurë para meje. Zoti Berisha e kërkoi për procedurë para meje. Kjo që dëgjuam ishte replika e zonjës Spiropali mbi fjallën për procedurë të Zotit Berisha. Ne doni fjallën procedurë? Jepja Zoti e kërkoi para meje për procedurë. Zonja Josefina Topalli. Për procedurë. Me ka marrë, pra e mori fjallën për procedurë, folin për procedurë. E mori për replikë, o zotëriz. Unë e caktoj si pas kërkesës së deputetit. Po jo, pra jo, deputeti Berisha kishte kërkuar fjallën për procedurë, kur erdhi radha procedurë, mori fjallën si pas radhës. Të lutem, zotin Oka. Zonja Topalli. Shumë falemderit. Më skuqe. Po. Zoti Strazimiri. Zoti Gen Strazimiri. Ore, në fali minut, ke një listë për ca ema para mje. Listën po ndjek. Po jo mos po ndjek atë listë, kam 6 veta para mor burr. Çfarë liste ke ti, çfarë liste ke? Strazimiri, do ta marrësh fjalën? Ore, ndiq listën. Ndiq listën mos zotri. Do ta marrësh fjalën e ke. Ore, ke Sali Berisha, Klevis Balliu, Flamur Noga, Jorita Tabaku, Albana Vokshi, pastaj jam unë. Atëre, kalojmë tek njoftimet.
Ju njoftoj se në kuvend janë depozituar një kërkesë për interpelancë, 13 dekrete, nuk e more fjalën zonja Bokshi, ta dash fjalën. Nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë, titujt e nismave depozituara mund t'i gjeni në sistemin këtu në sallë, ndërsa materialet faqen zyrtare të kuvendit. Ju njoftoj se në kuvend është depozituar kërkesa me numër 979 fraksion 1, protokolli, datë 4/3/2026 të kryetarit grupit parlamentar Partisë Socialiste, për ndryshimin e rendit ditës së seancës sotme, datë 5/3/2026, ku kërkohet që të shtohet si pikë e parë në rendin e ditës votimi 13 dekreteve të Presidentit të Republikës së Shqipërisë për emërim dhe shkarkim zëvendës kryeministri dhe ministri. Në bazë të neneve 31.2 dhe 49.3 rregullores kuvendit, propozuesi diskuton jo më shumë se 3 minuta dhe kanë të drejtë diskutojnë një folës pro dhe një folës kundër, jo më shumë se 2 minuta secili. Kush e do fjalë nga propozuesi? Zoti Balla, propozuesi. Zoti kryetari i kuvendit, bazuar në nenin 31.2 dhe nenin 49 rregullores kuvendit, në frymën e kushtetutës se shqyrtimi i dekreteve hyn me njëherë në seancë, më lejoni që në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste t'i falenderoj ministrat, antarët e Këshillit të Ministrave të cilët largohen nga qeveria për punën e tyre të mirë dhe po ashtu t'i uroj suksese kolegëve të cilët hynë në qeveri ose ndryshojnë pozicionet në qeveri. Suksese, punë të mbarë për Shqipërinë 2030. Faleminderit, fjalën kundër, 2 minuta, zoti Bardhi. Për procedurën morët. Fjalën pro, 2 minuta. Atëherë hedhim në votim të hapur me kartona propozimi për një ndryshim të rendit ditës. Kush është pro? Se mori pa kundër. Pro. Kundër? Abstenim? 83 vota pro. Miratohet kërkesa. Vazhdojmë me rendin e ditës. Projekt vendim për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës Shqipërisë numër 97 datë 4/3/2026 për shkarkim zëvendës kryeministri dhe ministri. Projekt vendim për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës Shqipërisë numër 98 datë 4/3/2026 për shkarkim ministri. Po jam në rendin e ditës. Kur të vi fjala aty? Kur të fillojmë? Të mbaroj një me rendin e ditës. Pika 3. Të mbaroj rendin e ditës, zoti Bardhi, ju lutem, të mbaroj leximin e rendit ditës dhe merreni fjalën. Pika 3. Projekt vendim për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës Shqipërisë numër 99 datë 4/3/2026 për shkarkim ministri. Projekt vendim për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës Shqipërisë numër 100 datë 4/3/2026 për shkarkim ministri. Pika 5. Projekt vendim për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës së Shqipërisë numër 101 datë 4/3/2026 për shkarkim ministri. Pika 6. Projekt vendim për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës së Shqipërisë numër 102 datë 4/3/2026 për shkarkim ministri. Pika 7. Projekt vendim për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës së Shqipërisë numër 103 datë 4/3/2026 për emërim zëvendës kryeministri. Pika 8. Projekt vendim për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës së Shqipërisë numër 104 datë 4/3/2026 për emërim ministri. Pika 9. Projekt vendim për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës së Shqipërisë numër 105 datë 4/3/2026 për emërim ministri. Pika 10. Projekt vendim për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës së Shqipërisë numër 106 datë 4/3/2026 për emërim ministri. Pika 11. Projekt vendim për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës së Shqipërisë numër 107 4/3/2026 për emërim ministri. Pika 12. Projekt vendim për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës së Shqipërisë numër 108 datë 4/3/2026 për emërim ministri. Pika 13. Projekt vendim për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës së Shqipërisë numër 109 datë 4/3/2026 për emërim ministri. Preferuar praktikës parlamentare shumëvjeçare nga viti 1999 deri tani, seancat plenare të cilat shqyrtojnë dekretet
për shkarkim dhe emërim ministri zhvillohen pa debat. Ju lutem bëhuni gati për votim. Për çfarë? Tani, se kush e ka shkaktuar e shikojnë vetë qytetarët. Juve çfarë kërkoni? Po çfarë sjellni, më fal? Ja u dash fjalën nuk e morët. Kur unë vazhdoj me rendin e ditës, kërkoni fjalën. Si drejtohet kjo punë kështu? Ju lutem bëhuni gati për votim.